kërcënimi është një vepër penale. Dhe mos kallëzimi një krimi është po ashtu vepër penale. Pra në rast se ka një maskara që guxon të kërcënojë një qytetar pavarësisht pozicionit që e ka, kërcënon një gazetar, ai është një vepër penale. Dhe ti je i detyruar sepse je para njohjes me një vepër penale, ti duhet shkosh më një herë në rajonin më të parë të policisë dhe thuash në telefonin tim, në telefonin e vllajt tim. Tani ju them të drejtën, të lutem, këto ditë, këto lëvizjet neofashiste, jo protesta, po pjesë të caktuara, çojnë padyshim çdo ditë mesazhe kërcënuese. Do ju kështue, do ju ashtue, vinë keselia e partisë, do ju djegim, të lutem, po ta mbarojmë. Dhe për emrat, nëse edhe këtë si fakt, nuk kam njëri, po më kanë thënë që shumë, jam solidar me këdo që kërcënohet për shkak të funksionit që ka, por duhet ta fusim në hullin. Dhe mendoj që edhe sikur të mos jetë kështu, një hetim para prag duhet zhvilluar. Pra edhe sikur personi me vetë iniciativë, ekziston dhe fillimi i hetimit me iniciativë. E nxis prokurin e Shkodrës në rastin fjalë, apo ta filloj një hetim të tillë. Sa i përket pjesës tjetër të pyetjes tuaj. Shko, unë jam Bariu, në kuptimin kryetari i grupit është Bariu dhe të lutem të mbaroj. Dhe më thoni që unë nuk kam një njoftim që një koleg para të më sjellë me shkrim ose një komunikim deri të premten kam pasur komunikim të ditët javën e kaluar sepse do ishim bashkë në një delegacion bashkë me kolegen dhe megjithatë secili ka vendimarrjen e vet. Të gjithë ne deputetët e Partisë Socialiste jemi këtu sepse na kanë votuar votuesit e Partisë Socialiste. Dhe u them shpesh kolegëve më të rinj, edhe atyre që nuk janë deputet, por kanë një mandat përfaqësimit Partisë Socialiste. Të shkojnë ta provojnë një herë pa grushin dhe trëndafilin si dali. Po pse me të vërtet mendon që unë do të bëj analizë që një deputete e re e cila pa qenë anëtare e Partisë Socialiste u ftua atje pjesë e ekipeve tona një ditë bukur, pasi u mori dhe medaljen e falenderimin 35 vjetorin e partisë, tha që unë s'du të vi më në punë. Ç'a analizë do të bëjmë për këtë? Edi Rama ka shumë merita. Dhe një ndër meritat themelore të Edi Ramës, se tash këtu duhet i themi ca gjëra, është që i ka mbajtur dyert e Partisë Socialiste të hapura edhe për kontribute. I kam dëgjuar shumë, edhe ndonjë koleg që thotë shiko se është bërë gabim që një njerëz pa qenë antar i Partisë Socialiste vjen të bëhet deputet. Por mos harroni një element thelbësor. Ne kemi thënë prej vitit 2017, pasi i zbuam antarët e koalicionit të qeverisë në cilin bënin pjesë, ndërtuam një raport me qytetarë. Pra, ndërtuam një koalicion me qytetarë. Prej 2017-s ne nuk kemi bërë as aleancë, as i forcë tjetër politike, por qeverisim vetëm. Kemi fituar vetëm dhe qeverisim vetëm. Dhe këtë aleancë e kemi lexuar edhe si një instrument ku ftohen të bëhen pjesë edhe ata që nuk janë pjesë të antarë të Partisë Socialiste. Kështu që ky është argumenti im. Ju e dini që në rregulloren e kuvendit, edhe në rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, njerëzit duhet të njoftojnë zyrtarisht. Tani, ku di unë që si kanë vjetë Facebook-un zonjës? Unë e kam marrë në telefon, nuk më ka hapë. E kam marrë aty, kam para të lajë, e kam marrë në telefon, kaq.